Atëherë së rreth orës 11:30 në Spitalin e Tramos është paraqitur pa shenja jete shtetasi Ardian Balloshi, rreth i moshës rreth 27 vjeç. Nga konstatimet e para rezulton që ky shtetas dëptimin e ka pasur me armë zjarri. Pas një pune të policore dhe timore, nga ana jon është bërë i mundur dhe identifikimi i autorit dhe po punohet në bashkëpunim me një grup të struktura hetimor, në bashkëpunim me forca speciale, autorit dyshuar. Zotëtor, për një pyetje, cili është motivi? Dyshohet paktën pista paraprake dhe ajo që bën më shumë përshtypje janë dhe forcat Renea në vendngjarje. Atëherë, duke pas parasysh drejtshmërinë e autorit të dyshuar, është gjykuar arsyeshme që në operacion të marrin pjesë forca speciale Renea. Dihet motivi paktën çka dyshohet? Dyshohet për motive të dobta. Ku ka ndodhur ngjarja, zotëtor? Në rrugën Drejbisht Luga. Çfarë ambienti është? Ka ndodhur Në rrugë. Zotëtor, autori dhe viktima rezultojnë me precedent penal, çfarë mund të themi për sa i përket Tani këto janë të gjithë këto çfarë përkoni ju, i përkasin e thurisë hetimore, kështu që do jap një moment dytë gjithë atë. Janë të dy banorë të zonës? Po të zonës. Janë banorë të zonës. Mendohet të ketë pasur bashkëpunëtorë edhe autori? Jo. Kanë qenë me automjetë në këmbë? Ka qenë me automjet autori. Dihet nëse kanë pasur konflikte më parëshme? Po hetohet. Grupi hetimor po bëj gjithë ato verifikimet e mundshme për të dalë me një pjesë konkrete dhe të qartë për gjithë. Ka plagosur të tjerë për të viktimës? Jo, nuk ka, vetë është një person i plagosur që më pas siç u thash ka ndruar jetë në rrugës për spital. Është dërguar me automjet privat apo me ambulancë? Me automjet privat nga qytetar të rastit. Faleminderit.